Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Me kënd po bisedojmë? Unë jam Naim Kuçi prej Terandës. Po. Më falni, unë jam duke ecur në pyll mëngjes, pa jam në emisionin e ankesave të shqiptarëve. Po, pikrisht, jemi te adresa ankesave. Pikrisht në vendin ku shumë qytetarë dalin hecin, është rruga sekundar apo rruga vjetër në Biraq të Terandës. Mundë me hapë dhe kamerën edhe me i ndërgu disa video, po si që duket pas kanë hedhur shumë betorina në këtë rrugë, ka qenë më mirë, ka qenë mjaftë më mirë. Po, nëse mundeni pra me hapë kamerën edhe më mirë, i qesim edhe tash drejt për drejt pomjet, për kujdeset pra edhe regjia, ju për bëtë fjallë ku saktësisht zotëri edhe njëherë? Jemi në qytetin e Suarekës, Teranda, rruga cila shkon për Biraq, rruga kryesore, unë kam 20 metra rrugën larg, është një rrugë vjetër sipër që është për me hec, tani edhe në kamerë do shifni direkt se si është kjo rrugë. Po, vetëm hape kamerën të lutëm, zotëri, se edhe na e kthe pastaj, edhe i shohim edhe tash drejt për drejt në emision. Është të përpiqna me kthy në poshtë. Hiq, pa merak. I shohim edhe tash pra... Po? Rastisa se e mora shumë shpejt, jam për momentin këtu, ja atje do këtë poshtë do këtë që është rruga kryesore që vazhdon, dërsa këtu ku jam unë është një shtetitore, ku unë shumë shpesh dalë dhe i bëj këtë rrugë në mëngjes edhe ma vonë. Jam të vendi që ka më pak të imbetorina, në 2 vende tjera ka ma shumë, që ato do t'i dërgoj përmes se rastisa duke hecë në këtë vend ku jam tani. Apo dëgjomi? Po, dëgjoj, pa tjetër edhe po i shojmë edhe pomjet. Po i shojmë edhe pomjet. Ashtu. Pra 20 metra ma poshtë mundën me uvrejt makinat kur të kalojnë, është rruga kryesore cila lidh Terandën me Dulën. Ja atje poshtë vetëm tani kalon një makinë. Po. Ndoshta nuk mund të jem gjatë se për 2 minuta arri edhe të një vend tjetër ku ka mbetorina, po ndoshta nuk mund me mbajt emisionin e ju ishtë gjatë. Pa me rakë, tjerat video do i dërgoj përmes fotografive ose video në Viber. Po, dërgënaj pra në Viber edhe pa tjetër i shohem. Faleminderit shumë juve. Edhe sa mirë edhe me pas kështu qytetarë